Është teleferiku që do të bëhet nga Ferizaj në Brezovic, prej Brezovicës në Prevall, prej Prevallës në Prizren. Dhe nga Prizreni shkojnë në qytetin e Sharrit, në bjeshkën e Sharrit. Dhe kështu që do ta keni mundësien me shiju, është një projekt gjigant që më rrinë vlerën ndoshta rreth 3 miliardë euro. A është e mundur kjo? Është e mundur të bëhet, edhe bëni murë. Sa është një kinç? Po ma jep një kinç, çaj është kinçi ty në? Të nderin një bëni murë. Do me thonë ti të nderin për qumë kinç. Po kinç. Kinç shkojnë hanë për qevi, për pikë qevi të ullet e hanë një të nderin një bëni murë. Qëndre, më po du me të pyet pak. Në trego pse, pasi që jemi gjithë Kosovën normalisht, po sidomos qytetarët e Ferizajt, pse do të me të votu ty me numrin 103? Po ka 103 arsye me më votu. 103 arsye? Jo vetëm qytetarët e Ferizajt, po gjithë Kosova e ka 103 arsye me më votu. Po për Ferizajn... 3 prej tyre? 3 prej tyre. Për Ferizajn e kam planifiku që do delë sot ditë në fushat. Është teleferiku që do të bëhet nga Ferizaj në Brezovic, prej Brezovicës në Prevall, prej Prevallës në Prizren. Dhe nga Prizreni shkojnë në qytetin e Sharrit, në bjeshkën e Sharrit. Dhe kështu që do ta keni mundësien me shiju, është një projekt gjigant që më rrinë vlerën ndoshta rreth 3 miliardë euro. A është e mundur kjo? Është e mundur të bëhet, edhe është një nga projektet më gjigande, sepse aty projekti vazhdon edhe për pjesën shqiptare, me vazhdu deri te Sofra Lek Dugazinit dhe me dalë në Lezhë. Pse mos ta kemi sikur në Francë të njëjtin teleferik. Kështu që... Edhe nuk është projekt që nuk bëhet, edhe është projekt që i nxjerr investimin e vet. Se pjesa më e madhe e qytetarëve i hypin teleferikut, shkojnë për qef në Brezovic, edhe dimrit me shiju borën lart. Shkojnë e pini kafe, një resort i bukur ma e bjeshkës atje në Brezovic, ose ma e bjeshkës në Prevall, në altë edhe knaqësh me familje. E merë një dhomë aty teleferikut edhe shkon deri në altë. Pse mos me bua ato? Ashtu, do të thotë është e mundur, kushton rreth 3 miliardë. Rreth 3 miliardë euro. 22 miliardë i kena të buxhetit, 3 miliardë i qëjmë që aty në metën edhe 18 miliardë. Çka bën edhe me 18 miliardë? Me 18 miliardë, qa keni probleme në Ferizaj? Qa në kryesor verës, kur merë në zetë? Qa keni probleme? Kemi shumë probleme. Ja, ato keni kryesorin. Hale ma tregoti, cili është ai? Ujin. Ujin. A keni uj? Ka probleme. Ka probleme. Po, ka mungesë. Te Gryka Kasanikut, pamrëjt e Gryka Kasanikut, është veni ku e kam planifiku ta bëjmë liçenin e Ibrit. Lepencët, fina lumit të Lepencët, krejt ujmë ja bo një digë aty dhe me bo liçenin për krejt anomoravën me përfundu. Do me thonë edhe kjo... është projekt gjigant. Rreth atina, ti mund është mi bo rreth 5-600 resorte, rreth tina. 5-600 resorte. Resorte, restorane, të bukra, së cili Ferizajli këto, këtë kam para për me investu, për shembull një resort rreth liçenit aty. Edhe ki ujtë pijes edhe për Gjilanën, edhe për Vitijen, edhe për Kamenisën, për këtë anomoravën. Në rregull. Po diçka... A keni ditë ato që mundi me bo? Unë personalisht nuk jam dijeni për ta. Do të thonë është sen që bëhet, edhe është sen esencial për njerëzit që ka nevojë për me pos ujtë pijes. Në rregull. A do më tregon ndoshta nëse jeni pjesë e kuvendit. Edhe gjë që s'po dyshoj. Unë do të lëboj me hesë për sanën. Do të thotë ti nuk... Po e kam edhe sanën e tretë për Ferizajn. Hale, do me thonë këtu për na flet veç për Ferizajn, po s'po besoj që kime ngritë zonin kuvend veç për Ferizajn. Do t'jenë 103 projekte që do t'y ngrisë për gjithë Kosovën. 103 projekte. Nuk kam vetëm Ferizaj, po kam shok edhe në Gjilan, kam shok edhe në Viti, që i përshëndes nga zemra. Jam lind, jam rrit në Prishtinë dhe në kohën më të madhe në Malishevën Klin, që kem punu. Nuk pojmë me harru as Malishevën, as Klinën. Do të thotë ti do ta përfshish tërë Kosovën. Hajde ma tregoj edhe projektin e tretë për Ferizajn. Për Ferizajn, projekti i tretë do t'jetë tunelet që të shkurtohet rrugën, dalin rrugën e kombit më shpejt. T'ja shkurtojmë shpenzimet edhe shqiptarëve që vinë nga Shkupi, në Ferizajn, një tunel me dalë në Prizren, edhe me shku për Tiranë. Do me thonë, edhe këtë projekt e kënë plan? Në plan, që do të neboj për ta. Edhe aj, ma shumë se 200-300 milion euro nuk mundet me kushtu. Do me thonë 200-300 milion euro? Me krejt, me shpërëncem, zbesej që kalon 300 milion qënë, nuk besoj. Nuk besoj kur. Kishte me qenë diçka fantastike? Ne, shkurt, se ki marrë të idejnë Prishtinë me marrë drejtimin në shku për Tiranë.
Kështu që Pse me bo një direkt kasta pa lidhje, Ferizaj Tiran. direkt Ferizaj Tiran, del në Prizren, edhe vazhdo rrugën. Ashtu. Është sen që i bëhet, nuk është sen që s'bëhet, po vetëm duhet mi kry punë dhe me pas ide me kry punë. Problemi është se na e kem ministrat, i kem pas qëta që i kena pas aktual, Demela. Ta shpinë e vetë Ferizaj se kanë dreqë. Jo kanë lonë lëqë. E që kanë dreqë shpinë e vetë, që i zoti komunës këto, po ta kalëzën pas tërtijën, gjenetin, të natë. Do me thonë, po je realisht, do shta, qa raport e kimi Agi Malion? Agi Malion, so raport ka me ty qaq me ta. Do me thonë, nuk njeni personalisht, vetëm Vetëm Agi po e shep punën. Agi Malion e kom takuan personalisht 3 herë. Okej, Edhe hera tretë ka qenë kër ja kom moru dhe mandatin e fundit, se Ashtu. ka arë mirë që ka fitu, po. se Ferizajti duhen njerëz punëtorë dhe Kosovës në përgjithësi. Unë e kam qenë me pas agima ma shumë Kosova, mi kry punët. Mos milion se qytetarët e Kosovës janë të Kosovës bre, projektet jesin, na kena me dek tonë. Ashtu. Na kena me dek tonë, asë një sen s'kena me morë me veti. Por deri sa s'kena me morë kur gjëna me veti, pse mos me lonë senet bukra në këtë vend? Pse mos me lonë një vepër që është auto-udha Arber Gjaferi, auto-udha Ibrahim Rugova, që sot s'po mujna me menagju, me mirëmbajt, sa njerën e ka dek në të rrugë për shkak dhejot që ka ro aty. Jo, e ke po ato kupshtet, që kanë fillu më bo. Ka ro dhejo, Picon lullat, kupshte. po kupshte. Jo, bo, kapsht me lullat aty, që ka ro dhejo, qash ka bi lullat, ose në konë gjendje këta me pastru. Që vjen ajo? Do të thotë dhejo ka ro që 6-7 muj aty, një vjetë. Që në kupton nuk i kanë Po, jo, nejt more, ofër çfarë? edhe gati për me pastru. I kam 5-6 punëtorë që vinë për Prizrenit rregullisht, që 3 vjetë ka ro dhejo aty. Dhe shkon jashtë një lugë, e gjunë që aty merët vesh me atar ministrën e infrastrukturës, të të heka që të, edhe miro pofshin, porët i merë, raj, gjysën aj pa punu heq, edhe si të vjen i shi, thët karshit dhe jo prapë. A dhe jo është i njajti, kur së është hekë? Veç ta e kanë të nderu me të ndera një burimur, së në këpita për thëmë, kingjat, një burimur. Sa është një kingjë? Po ma jep një kingjë, qaj është kingjë ty në? Të ndera një burimur. Do me thonë ti të nderin për qumë këngjë. Po kingjë. Kingjë se shkojnë e hanë për qefi, për pikë qefi të ullet e hanë një të nderë një burimur. Të rangë, as ka konkurencë, as ka ankënd me shku me apliku dhe tipi Ferizajt me pastruat rrugë, që kemë shumë kompani të Ferizajt, as nuk ka Malishevës me apliku aty, as nuk ka Deçanit që jenë do kompani që është shumë e sukses me e kompani, po e veç hapet të nderi, veç shka një thu që ta për marrën e për kry ministra dhe u kry. Ti shka në aplikën aty, merë është vesh, pare dalin, shka një ashtin lugën, ra shiva dhe u ri është kësë, së është taj. Në regull.